Ta ringjallim metodologjinë e pejgamberit Allahu, se si sahabët e kanë marrë librin e Allahut dhe si e kanë marrë dinin Allahu xhella xhelaluhu. Kjo rrugë vëllezër nuk bëhet pa durim. Në momentin që neve e kuptojmë, dhe në këtë rrugë na duhet bagazh i fortë të imanit, e kështu me radhë, e kuptojmë që kjo rrugë do të ketë pengesa. E këto pengesa vëllezër nuk kalon përveç me sabër. Në këtë seminar 2 ditor, hoxhallarët tanë u fokusuan në 3 pika kryesore: metoda profetike, përgjegjësia personale dhe urtësia. Ata theksuan rëndësinë e kuptimit dhe përjetimit të Kur'anit, sepse Kur'ani nuk është vetëm për të lexuar me fjalë, por për të jetuar, për të reflektuar në zemër dhe për të zbatuar në veprim. Çdo reformë e vërtet fillon nga vetvetja, ndërtimi i brendshëm, sinqeriteti dhe përgjegjësia personale. Pa këtë themel, përpjekjet humbi vlerë dhe suksesi i kërkon urtësi, të dish kur dhe si të veprosh dhe çfarë të japësh përparësi. Ky seminar nuk ishte vetëm dije, ishte rikthim tek themeli dhe thirrje përbartës të vetëdijshëm, të qëndrueshëm dhe të urtë.